Teksa në vendin tonë vihet në pikpyetje cilësia e ndërtimeve të reja, ato që u ndërtuan disa dekada më parë vijojnë të qëndrojnë në këmbë të palëkundura. Këtu nuk bëhet fjalë për ndërtime me hekur e beton, por ndërtime totalisht me baltë dhe dru. Të tilla janë shumë nga banesat e këtij lloji në zonën e Dibrës, por edhe Bulqizës. Ata u ndërtuan shumë dekada më parë, atëherë kur hekuri dhe çimentoja ishin me pakicë, por edhe kushtonin shumë. Zgjidhja e banorëve të zonës ishte ndërtimi i kallëpëve të baltës, të cilët vendoseshin më pas në formën e tullave të sotme, por kjo rezultoi shumë efikase jo vetëm për temperaturën e brendshme të banesës, por edhe atë të jashtmen. Lutfi Veliu, banor i fshatit Kovashis në njësinë administrative Maqellar në Dibër, tregon se banesa që ndërtoi babai i tij shumë vite më parë ka rezistuar çdo tërmeti. Ajo vijon të qëndrojë në këmbë, ndonse është totalisht prej balte dhe druri. Kjo shtëpi është bërë nga baba im. Ai ka qenë specialist për punimin e murit me plita dhe me gurë. Kati i parë është me gurë, kati i dytë është me plita. Plitat janë prerë këtu, dhe i përgjithshëm nuk është, po me qenë muzgë është edhe më i mirë. Hidhet pak kasht misri, kasht gruri, pak kasht gruri për ta rritur më shumë, edhe rrihet me ujë, shtypet, edhe pret me kallëp. Janë kallëp të prerë, 5 plita ka një kallëp. Sa as mund bësh me 10 mund ta bësh, po varet ke forca si të ketë njeriu, të ta ngresh atë. Edhe ja transportohen bien këtu, pa probleme, mbasi than, transportohen bien bëhet muri. Tërmet kanë edhe 22 ka tërmet i luaj ka shem, edhe tani tërmet i 67-s, po ashtu nuk i ka bërë asnjë gjë. Bajt bezadruri, muret, nuk kanë fare gëlqire e rëre kështu. Për dimër është ngrohtë se është trashësi, pliti nuk lejon, për verë është e freskët se nuk depërton ndësia. Për dimër i ftofti nuk depërton, është janë shumë, po ti prish çatia, shiu e prish, se dhe është. Ama po ti të tha, nuk i bëj gjë absolutisht. Se kështu nga lart e shohim shpesh, e shoh unë, për të vënë pikën e gjë që mos i bie ujë nga sipër. Se nga që ka ujë, jo prish disa se nuk. Tërmeti me 7 ballë nuk i ka bërë dam, mani zoti. Banesa të tilla i gjen thuajse në çdo fshat të Bulqizës së Dibrës dhe arsyet e ndërtimit të tyre me këtë lloj materiali kanë qenë për shkak të kostos më të lirë.